Mirëmbrëma e dashur audiencë, sonte kemi kënaqësinë që sjellim para jush një figurë e cila po zgjon kurreshje dhe shpresa të reja në skenën politike. Ai është kandidat për kryetar të komunës në zgjedhjet e 12 tetorit, njëherët edhe kryetar i Bashkimit për Ndryshim të Anamoravës. Zoti Isa Agushi, mirë se erdhe në këtë intervistë. Mirë se u gjeta, në kënaqësi ime. Si ka nisur ky rrugtim politik dhe çfarë ju motivon të angazhohen për qytetin tuaj? Po, prej vitit 2012 unë mirëna aktiv me politik në Gjilan dhe duke e parë qytetin tim që nuk është zhvillu, nuk është ndërtu dhe kemi jetë mbrapa, unë vendosa ta jap kontributin tim për zhvillimin e qytetit tim, sepse qytetarët e komunës Gjilanit nuk e kanë merituar këtë trajtim të i cili na ka përcjell që 12 vite, kështu që kam menduar që do ta jap një kontribut të madh për zhvillimin dhe për mirëqenien e qytetarëve të komunës Gjilanit. Kështu që edhe kam vendosur të kyqem aktiv në politikë që nga viti 2012 deri më tani. Ju keni qenë edhe bashkëluftari Agim Ramadanit. Si ka ndikuar kjo tek ju në një rrugtim për të bërë një ditë lider i një subjekti, por qoftë edhe në rrugtimin tuaj për të qenë një farmyre edhe kryetar ose lider i qytetit të Gjilanit? Po, është e vërtet, unë kam qenë bashkëluftari i Agim Ramadanit dhe shumë dëshmorëve të tjerë, që nga viti 1998 në Koshare, prandaj edhe ardhen time në zonën operative të Karadakut, në zonën e Gjilanit, dhe kur kam mendu kur muj me dhonë një kontribut në luftë për shtirimin e vendit tonë, për lirinë e popullit tonë, për pavarësinë e shtetit tonë, po pse mos ta hap një kontribut edhe në politikë dhe në mirëqenien e qytetarëve, në zhvillimin e komunës tonë, kështu që kam vendosur edhe jam këtu ku jemi, sepse edhe Gjilanit i ka mungu një subjekt i veti vendor, sepse ne jemi dëshmitar që këto subjekte tjera politike që i kemi në komunën tonë, e dimi prejaren e tyre për nga vinë, kështu që shefat e tyre gjenden në Prishtinë të gjitha subjekte politike, kurse te Bashkimi për Ndryshim Anamarava, shefa nuk jem, unë jam kryetar i zgjedhur në mënyrë demokratike, ku edhe KQZ na ka përcjell gjatë themelimit tonë me program, me statut, kështu që Gjilani për herë të parë dhe Anamarava për herë të parë ka një subjekt vetin politik, siç e kanë edhe këto zonat tjera në nivel vendi. A ndalmi të çto përvojat të tua, për shembull rrugtimi me ardha juaj nga Koshare në zonën e Karadakut, rrugtimi politik. Për shembull, si do t'i përdorni përvojat e tua nesër në procesin politik, për shembull, për zhvillimin e qytetit? Po në realitet, unë mendoj që më shumë se një luftëtar, një shtirimtar, unë nuk besoj që ka njëri që e do në vendin e vetë më shumë se ne, sepse kemi qenë në gjendje dhe jetën të hapëm për këtë vend, si që ka ndonë shumë dëshmorë tonë, si që ka ndonë shumë martirë tonë, kështu që une mendoj që ne të gjallë që jemi, e kemi obligim ndaj dëshmorëve, ndaj martirëve, ta japim kontributin tonë edhe në paqë, dhe pëndojmë për mirëqenien e qytetarëve, sepse ua kemi bërç dëshmorëve, martirëve, që dhanë jetën për ditën që ne sot e gëzojmë. Kështu që me sinqeritetin më të madhin kam në këtë garë dhe në politikë që të kontriboj për vendin tim prapë, sepse e kam atë mundësi, kështu që do ta jap maksimumin tim për zhvillimin e qytetit, komunës tonë dhe Anamaravës në përgjithësi. Nuk të mungon përvoja institucionale pasi që juve ishit për 2 mandate rresht, më zgabofsha si
asamblesë në kuvendin komunal Gjilan, por keni atë përvojën e mjaftueshme sa për t'i ditur ato ABC-në e zhvillimeve edhe politikave që mund të bëhen. Pra, cila është eksperjenca juaj në atë kohë dhe për shembull në të ardhmen çfarë mendoni të ndryshonin ato eksperjenca, për shembull ato ku ju e vlerësoni? Po, është e vërtet, unë që 8 vite kam qenë këshilltar komunal në komunën e Gjilanit, kam një përvojë të madhe, bukur të madhe, dhe problemet e komunës Gjilanit i njoh shumë mirë, do më thonë jam ngjarje, i di ku janë mungesat, ku janë problemet, dimi edhe një rrugë tjetër për të zgjidhur problemet, edhe atë rrugë e kemi një program të jashtëzakonshëm të mirë, kështu që me sinqeritet dhe me angazhimin tim, unë besoj që të gjitha këto probleme që i kemi tani që prej pas lufte për na përcjellin që 25 vite, unë mendoj që do t'ja dalim dhe do t'i kryjmë gjitha këto obligime që i kemi ndaj qytetarëve. E përmendë programin, nëse zgjidheni kryetar i komunës, atëherë cili është vizioni i juaj për 4 vitet e ardhshme të qeverisë? Po ne kemi disa shtylla programit tonë, e kemi infrastrukturën, shëndetësinë, e kemi arsimin, e kemi ekonominë, e kemi gjitha këto në programin tonë, kështu që unë mund ta shpalosja programin tim në këto shtylla që i përmenda, kështu që këtë program që ne e kemi bu me ekspertët tanë, që i kemi në subjektin tonë politik, të cilët janë të fushës edhe i kemi bu para llogaritjet që të gjitha këto pika të programit tonë janë të zbatueshme dhe janë të kalkulueshme që mund t'i kryjmë për një mandat 4 vjeçar. A mendoni që ka transparencë të mjaftueshme në komunën e Gjilanit dhe nëse ka mirë, nëse s'ka për shembull si do të veproni nesër për transparencën? Unë mendoj që nuk ka pas transparent deri me tani. Unë mendoj ashtu, subjekti im mendoj ashtu që unë jam zotu dhe zotohem para qytetarëve që ka me qenë një ndër kandidatët më transparent në nivel vendi, jo të vetëm të Gjilanit, sepse me transparent dhe me sinqeritet dhe pa mashtrime me ardhë deri te vota mund t'ja dalësh. Kështu që unë jam zotu që çdo punë që do ta kryjmë në ardhen tonë në pushtet, do t'i bëjmë bashkë me qytetarët, bashkë me fshatrat, me lagjet, çdo punë që do ta kryjmë do t'jenë prezent qytetarët dhe ekspertët tanë më të mirë që i ka komuna e Gjilanit. Ky është dallimi që na dallon me këtyre të tjerëve. Do të bëjmë dëgjime publike gjithandej, jo vetëm me subjektin politik, sepse jemi dëshmitar kur kanë mbajtë dëgjime publike këta të tjerët, kanë qenë shumica në atë salë apo në atë vend ku mbajtë dëgjimi publik, kanë qenë militantët, kanë qenë subjektet e tyre prezent më shumë, kështu që kur je transparent edhe qytetarët i përgjigjen ftesës të dëgjimit publik dhe vinë. Kështu që jemi zotu që do të punojmë shumë transparent në çdo aspekt dhe me njerëzit më të mirë që ka komuna e Gjilanit. Unë jam zotu që me ardhen time si kryetari i komunës Gjilanit do të hapim konkurs për çdo lami të veçantë që njerëzit na përgjigjen më të mirë që ka komuna e Gjilanit në aspektet profesionale për çdo projekt, për çdo fushë, si në arsim, si në shëndetësi, si në ekonomi, do t'i thrasim njerëz e fushës, që të hapin kontributin dhe të punojmë së bashku pa gabime, që mos t'i përsërisim gabimit që i kanë bërë të tjerët deri më tani. Ne nuk do të punojmë si këta që kanë punu deri më tani, sepse janë dëshmitarët edhe qytetarët edhe ne gjithë që kemi mbjetë, me të vërtet kemi mbjetë keq si komunë në nivel vendi, kur i shohim komuna tjera kanë ndërë aq shumë, janë zhvillu aq mirë, ne mjerisht kemi mbjetë keq. Ndalmi pak te programi që juve që e potencuat se keni një program, a mund ta flasësh pak për arsimin, për shëndetësinë, për infrastrukturën, për ekonominë, pak më detajisht nëse ka mundësi? Në mandatin tonë 4 vjeçar në arsim
gjitha shkollat do t'i adaptojmë dhe në gjitha shkolla do të mojmë mësim tërditor, nxënësit nga klasa e parë deri në 5 kanë e pas ushqim falas. Do të bëjmë renovimet e toaleteve nëpër shkolla që janë në gjendje shumë të keqe. Kështu kjo është edhe kemi menduar që në shkollat tona duhet t'i bëjmë solarat për prodhimin e rrymës, aty ka mundësi, kështu që edhe zbusim edhe fakturën e rrymës si komunë në të gjitha shkollat, kështu që jemi të përpjekt edhe drejtorat e shkollave të cilët kanë performancë më të mirë kur nuk do t'i ndrojmë, do t'i lejojmë, do të rrinë aty ku janë, nuk do të bëjmë si që ka ndodhur deri më tani që t'i lëvizin drejtorat e shkollave, kështu që me ardhjen tonë drejtorët që janë më të mirët me transparent edhe me meritokraci që e kanë, ata do të vazhdojnë punën e tyre, nuk do të kenë transfere në shkolla tjera. Për sa i përket infrastrukturës? Po infrastruktura ka shumë me folë për infrastrukturën, sepse ju e dini që Gjilani ballafaqohet me vite të tëra me ujë të pishur. Kemi shumë probleme. Ne kemi menduar që për ujin e pishëm bëjnë shpime të reja, që të rritet edhe furnizimi i qytetarëve me ujë, të ndrojnë gypat e azbestit që janë akoma në funksion, që humbjet e ujit të janë sa më të vogla. Kemi në infrastrukturë kemi shumë probleme tjera, na kemi impjantin e ujrave të zjedha, i cili nuk ekziston, nuk është. Dhe qytetarët kanë shumë probleme aty pari ku kalojnë ujrat e zeza, kanë erë shumë të keqe, kështu që do të punojmë në ndriçim, në rrugë, në asfaltimet rrugëve, çdo familje ku banon me familjet e tyre, jemi të zotuar që asfaltin do t'ja çojmë deri te dera, ujësjellsin. Unë mendoj edhe jam i sigurt dhe ju garantoj qytetarëve që mandatin 4 vjeçar, mas 4 vite nuk do të flasim më për kanalizime, për ujësjellës, për ndriçim, për ujë të pishëm. Kto ju garantoj që njerë për gjithmonë do t'i japim fund. Gropave në qytet, edhe do t'i mbulojmë ato gropa, do të bëjmë asfaltim aty ku është rruga më e keqe. Kemi probleme në për fshatra jashtëzakonisht mëdha. E kemi për shembull një fshat komunës Gjilani që është Zhegra, i cili e ka një lum mes fshatit, kanalizimit e gjithë fshatit deri në lum, është me të vërtet është keq. Kështu që edhe ati projektit të kanalizimit në lum kena me përfundu. Kemi disa ura që do të ndërtojmë, kemi një urë urgjente në Zhegrë me ndërtu, sepse Zhegra ndahet me lumin në 2 anë, kështu që e kemi një urë e cila vetëm një makinë me kalu, kurse si 2 makina, kështu do ta zgjerojmë atë urë. Kemi projekte të jashtëzakonshme shumë të mira në infrastrukturë. Stadionin do ta përfundojmë, ka fillu. Stacionin autobus do ta përfundojmë, por te stacioni autobusave ne kemi menduar dhe mendojmë, por gjithmonë duke folur me ekspertët që aty duhet bëhet një parking nën toksor për me lehtësue komunikacionin në qendër qytetit, kenë sa më pak makina. Në hyrje dalje të qytetit do të bëjmë parkingje nën toksore. Jemi zotuar që do të bëjmë busa elektrik, 6 në fillim, 6 busa elektrik për transport urban të qytetarëve, 2 vite falas për qytetarët, dhe deri në fund mandatit kemi vlerësuar që do t'i bëjmë 6 autobusa në qytet, edhe fshatrat që janë afër qytetit, kështu që qytetarët spaku 2 vjet edhe i ekonomizojnë, nuk harxojnë mjete financiare, 2 vjet kanë me pas
transportin gratis. Kemi edhe shumë projekte tjera, kemi edhe për shëndetësi, kemi parapo shumë sende kemi parapo që më fëtë në Dardani të punoj 24 orë ambulanta në Dardani, në Bresat gjithashtu dhe në Zhegër, aty ku ka mas shumë të qytetarë, do më thonë në komunën tonë. Do t'i renovojmë që më fët e vjetra, do t'i izolojmë, do të bëjmë një riparim komplet, kemi vendosur që çdo që më fët ta ketë një ambulant të vetën, për çdo rast që mos me hapi Gjilanit me mor pacientin dhe anasjeltas, e zonë shembull po Gragja, po në Zhegër, për Lepnis, kështu që çdo ambulant do ta kenë një autoambulant të vetën. Kemi edhe 3 ekipe mobile për zonat më të larta, 3 herë në javë, të kenë vizitë nga mjekët tanë, kështu që ata çdo një javë 3 herë do të dalin dhe do t'i prisin mjekët e tyre. Tani kemi parapo që në zonat më të larta të komunës tonë, siç është po Gragja, Zhegra, Përlepnica, të ketë nga një pikë të gjarfiksve, sepse janë shumë larg nga Gjilani, kështu që qytetarët ta kanë afër edhe atë shërbim të gjarfikse, sepse jemi dëshmitar që kanë ndodhur shumë, sidomos këtë vitin e fundit tani, shumë zjarre, kemi pas probleme me zjarre, kështu që do t'jemi gjithmonë pranë qytetarëve dhe do t'i bëjmë të gjitha problemet që ne do t'i zgjedhim me qytetarët e jo me shefat, me urdha që vijnë nga Prishtina. Kështu ne dallojmë shumë me këto subjekte tjera politike. Jemi zotu që do t'jemi afër qytetarëve 24 orë, 7 ditë në javë dhe do të punojmë së bashku. Për pjesën e shëndetësisë, keni diçka projekt konkret për shembull? Po si që thash pak më herët, për që më fëte në përfshatra, Shurdan, Dardani, Bresat, Zhegër, thash pak më herët do të punojnë ka 24 orë, do në po shërbimin qytetarët, sepse janë ma të dendur, ma shumë ka qytetarë në këto lagje, kështu që edhe kemi renovime ambulantave, e kemi ambulante shembull në Zhegër, cila e ka 70 vite që është ndërtu. Është shumë e vogël dhe do të mu zgjeru dhe do të me bo investime në ambulanta e shumë fshatrave, kështu që kemi një program të jashtëzakonshëm të mirë, kështu që do t'i kryjmë deri në fund mandatit, unë besoj që zotimet tona do të përfundojnë 90%. Njëra nga pikat që neve na intereson shpeshherë të marrim opinionin e kandidatëve për kryetar të komunës ose për procese të ndryshme politike, pra nuk është që është më pak e rëndësishme, por dëshim të marrim pak si lloj deserti në fund opinionin tuaj për ekonominë, për zhvillimin e ekonomisë, duke ditur që ju keni jetuar për një kohë gjatë edhe në Zvicër, një vend ku ekonomia është mjaft e zhvilluar. Pra, mjerisht ekonomia në komunën tonë ka një rënje shumë të madhe dhe nuk kemi pa këto vitet e fundit edhe më herët që ka ndonjë investitor i brendshëm apo i jashtëm dhe ka investu në komunën tonë. Këtu kemi ngjetë shumë, kështu që unë zotohem që edhe kam qenë afarist edhe kështu thatë edhe jo. Unë e di çka do me thonë ekonomia dhe si do t'i jepet mundësi investitorëve të brendshëm dhe të jashtëm. Ata kërkojnë infrastrukturën e mirë. Ne kemi afër 500 hektar komuna ka tokën e vet, ku mundemi edhe t'i ofrojmë tokë që ata të vinë dhe t'investojnë me paratë e tyre dhe
kështu e zbusim edhe papunësinë, edhe punësojnë njerëz të imojnë familjet e tyre, kështu që nuk i ka dhënë shumë rëndësi ekonomisë deri më tani. Unë do t'jap shumë rëndësi sepse një familjar më punësu sot, do të thonë ai në familjen e vet i raton 5 antar familjes, kështu që na me të vërtet kemi keq nga ona e ekonomisë. Unë do të dalë edhe në përperendim dhe do të bëj apel të gjithë biznismenët që janë ata që dojnë dhe e dojnë vendin e vet, si për shembull Mërgata jon, do t'ja japim derën që ka qenë deri tani e mbyllur, për shka ata e dinë edhe më mirë, kështu që tek ne do ta kenë derën hapur dhe do t'ja rezervojmë edhe vendin e komunës që ata të investojnë aty. Gjithçka do të bëhet në mënyrë të lishme, gjithçka do të bëhet përmes vendit komunal, gjithherë në zbatim të ligjit, asesi kundër ligjit, nuk do të punoj kur në jetën time, kështu që unë mendoj që do të më dhon shumë rëndësi investimeve të huaja dhe të mbrëmshme në komunën tonë që ka munguar deri më tani. Çfarë mesazhi dëshironi të jepni qytetarëve sot që t'ju votojnë nesër? Edhe cila është arsyeja që duhet ju votojnë? Po siç e thash pak më herët, ne jemi subjekt vendor, subjekt i cili ka lind pe këtu, pe Gjilanit, subjekt i cili nuk ka shefa në Prishtinë, po janë vetë shefat tanë janë qytetarë. Siç thash që ne çdo projekt, çdo punë që do ta kryjmë në lagje, në qytet, në fshatra, do t'i kryjmë bashkëpunim me qytetarët dhe me njerëzit më të aftë që ka komuna Gjilanit. Ju e dini që deri më tani jemi dëshmitar edhe ne, edhe unë, edhe qytetarët janë dëshmitar që partia politike me emnu me një resor, një njeri të pa aftë, vetëm se unë militant i partijës, unë e shoh jo të drejtë, kështu që unë e thash në çdo lami, në çdo resurs tonin, në çdo drejtori, të them drejt për drejt, do të jenë ekspertët më të mirë që ka komuna Gjilanit dhe unë besoj që komuna Gjilani, qytetarët i kanë pa të gjitha këto që për 12 vite të fundit i kanë pa që në Gjilan janë bërë shumë eksperimente, në Gjilan kanë bërë që kanë dashur vetë me partitë e tyre. Unë zotohem që nuk do të punoj me klane, nuk do të punoj me grupe, do të punoj me njerëzit më të mirë që ka Gjilani, t'i japim një herë fund kësaj dukurie negative që na ka përcjell me vite e me vite. E për shkak edhe të tyre na kemi jetë në këtë hall që tani jemi. Dhe Bashkimi për Ndryshim Anamarava e ka numrin 184. Unë jam kandidat për kryetar të komunës së Gjilanit. Besoj qytetarët që duhen të rreshtohen nga ne sepse asnjëherë s'kam dalë edhe gjatë fushatës këto ditë që i kalum me të 2 javë, domethënë deri me 12 tetor. Bile kisha një rast, një qytetar më thot 5 vota e ki nga unë, a më punëson, thash jo, jepja kush të premton ati jepja, se unë s'muj me premtu. Domethënë, qytetarët janë hall për punësim, qytetarët janë hall për rrugë, për kanalizim, për ndriçim, kanë shumë probleme, u komec edhe fshatin më të lartit komunës Gjilanit. Një shtëpi që gjendet viç vet, ajo është në njerim, janë hallet të mëdha të qytetarëve. Qytetarëve ka humbur besimi. Ka humbur besimi nga këto subjekte që kanë premtuar me vite të tëra që do t'i zgjidhin problemet e juaja. Kjo nuk ka ndodhur, mjerisht nuk ka ndodhur. Kështu që me ardhen tonë, unë ju garantoj qytetarëve të komunës Gjilanit që nuk do të bëjmë si këta që kanë qenë deri më tani. Do ta bëjmë një qeverisë të paparë deri më tani. Një qeverisë, unë thom edhe ka një ajgare bëj thom, një qeverisë zvisrane kena e bë. Barazi për të gjithë. Në çdo lami ka pas barazi për të gjithë qytetarët. Nuk ka ndarje. Unë nesër edhe më bë kryetari i komunës Gjilanit, nëse bëna kryetari i komunës Gjilanit, nuk do t'i dalloj qytetarët me subjekte politike, ata janë qytetarët tanë. Pa më parasysh që kanë pas një bindje tjetër. Këtu ka ndodhur në komunën tonë Gjilan, unë jam dëshmitar që e kanë çu edhe ujin, edhe kanalizimin, edhe asfaltin e kanë çu deri te dera militantit vet, s'ka vazhdu ma tutje, kështu që te ne nuk do ndodh kjo.
do të ketë barazi për të gjithë. Zoti Agushi, faleminderit për kohën që ndatë me ne. Faleminderit për që shpalosët pjesë nga vizioni dhe programi juaj që komunës tonë do t'i sillni në të ardhmen. Ju urojmë sukses në këtë garë politike dhe urojmë më të mirat mundshme për juve. Të dashur shikues, faleminderit për kohën që ndatë me ne. Faleminderit që na ndiqni në çdo platformë dhe pa juve ne mund të punojmë, por nuk mund të rritemi, andaj mbështetja për neve mjafton me një follow, me një like diku në procesin pas intervistave, ose gjatë intervistave, pa marrë parasysh, mirë po kërkojmë mbështetjen tuaj të thjeshtë në rrjetet sociale.